Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A2 Sot, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndisni. Përmbytje në Durrës, i gjithë qyteti zhytet në kaos. Katet e para të disa banesave dhe bizneseve u mbushën me ujë, përfshirë burgun e Durrësit. Shumë familje u evakuan, ndërsa rrugët e qytetit ishin pakalueshme. Rruga ndërqytetase Tiranë-Durrës u bllokua duke devijuar kalimin nga Ndroqi, përmbytje të mëdha edhe në Zadrin të Leshës. Demokratët do të kallëzojnë krye parlamentarin Niko Peleshi për shpërdorim detyre. Partia Demokratike akuzon atë se po pengon punën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe arrestimin e saj. 5 antarët e PD-s në Këshillin e Mandateve kërkuan edhe këtë të martë që të mblidhet ky organ, por socialistët refuzuan. Liderja e opozitës venezueliane Maria Machado e cilësoi arrestimin e Maduros nga SBA një hap të madh për njerëzimin dhe dignitetin njerëzor. Ajo tha se do të kthehej sa më shpejt në Venezuelë, teksa vlerëson se Trump meriton çmimin Nobel për paqe. Rreshjet me intensitet që prekën zonën e Durrësit që në orët e para të mëngjesit kanë bërë që pjesa më e madhe e qytetit të Durrësit të gjendet në ujë. Situata paraqitet më problematike në zonën e Ishkënetës, ku janë evakuar edhe disa familje, ndërsa është shpezulluar procesi mësimor në këtë bashki. Kjo ishte e vetmja mënyrë për qytetarët durrësak që të lëvizin në rrugët e përmbytura të qytetit. Ashtu si në shumë raste të mëparshme, edhe kësaj radhe, Durrësi është kthyer në një Venecia në pjesën më të madhe të tij. Përveç vështirësisë së lëvizjes edhe të mjeteve, shumë autovetura kanë mbetur të bllokuara për shkak të nivelit të lartë të ujit. Më problematike ka qenë zona e Ishkënetës, nga ku ka nisur edhe evakuimet e familjeve që uji u ka deportuar në banesa. Përmbytjes nuk i shpëtoi as burgu i Durrësit, ku personeli u detyrua të evakuojë të burgosurit e katit të parë në katin e dytë, ndërsa vetë ministri i drejtësisë Besford Lamallari ka veshur çizmet për të parë nga afër situatën. Veliera, si në çdo përmbytje, rikthehet në një basen ujëmbledhës. Sa kaq më herët është urdhëruar pezullimi i mësimit që nga çerdhet e deri në Universitetin e Durrësit, për shkak të pamundësisë për të kaluar rrugët dhe oborret e shkollave. Rreth mesditës, në zonat më problematike të Durrësit, ku uji ka deportuar në banesa, kanë bërritur edhe forcat e ushtrisë, të cilat kanë prioritet evakuimin e banorëve. Situata do të vijojë të mbetet problematike pasi shërbimi meteorologjik parashikon vijim të rreshjeve. Kushtet atmosferike nuk kanë penguar besimtarët ortodoks që të kremtojnë ditën e ujit bekuar dhe kapjen e kryqit në ujërat e detit dhe lumejve, pavarësisht dallgëve dhe rrethdhave të krijuara nga rreshqet e shumta që kanë pushtuar vendin. Besimtarët e krishterë ortodoks kanë kremtuar ditën e ujit të bekuar që ka si simbolik hedhjen e kryqit në ujë. Pavarësisht kushteve atmosferike, të rinjt në qytete të ndryshme nuk janë stepur të futen në ujërat e ftohtë të detit dhe lumenjve për të kapur kryqin. Era e fortë dhe dallgët duket se e bën më emocionuese rritjen e kapjes së kryqit në det në Vlorë. Kjo është një ditë e shenjtë për besimtarët e krishterë. Me pak kushte të vështira atmosferike, po me ndihmën e Zotit ja dolëm. Gëzuar gjithë. Edhe në Berat, të rinj sfiduan rrjedhën e lumit Osum për të kapur kryqin. Meshat dhe riti i ujit të bekuar janë mbajtur në të gjitha kishat ortodokse në vend. Lezhë u zgjua këtë të martë në rreshje shiu me intensitet të lartë, të cilat shkaktuan përmbytje të përkohshme dhe problematika në disa zona të qytetit dhe rrethinat. Në lagjet Beslidhja dhe 11 janari u regjistrua prezencë ujë për rreth 20 minuta, ndërsa në oborret e shkollave Gjergjfishta dhe Kosova
Procesi mësimor u ndërprer përkohësisht. Prurjet e shumta në lumin Drin dhe Gjadër kanë çuar në rritjen e kuotave mbi nivelet maksimale, duke shkaktuar përmbytje në një pjesë të shëtitores Skënderbeg dhe në fushat e Zadrimës, Balldrenit, Kallmetit, Zemenit dhe Shënkollit. Probleme janë shënuar edhe me energjinë elektrike në Shënkoll, ndërsa situata mbetet në monitorim nga strukturat e emergjencave civile. Komiteti i Emergjencave Civile ka raportuar për situatën e përmbytjeve në vend. Sipas ministrit të mbrojtjes, situata më e vështirë shfaqet në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës, ndërsa janë evakuar 10 familje në Durrës dhe Shijak. Kemi një agravim të situatës në Durrës, në zonën e Kënetës, Spital, po gjithashtu në zonat urbane të qytetit Durrësit, ku janë realizuar edhe disa ndërhyrje pranë banesave, si kundër dhe kufizuar aksesi në disa shkolla për efekt të situatës të ujrave në mbar qytetin e Durrësit. Për momentin kemi evakuimin e 10 familjeve në Durrës dhe në Shijak, nga banesa ku janë rrethuar praktikisht nga uji. Drejtori i AKMC-s gjendet aktualisht në terren në Gjadër, ku së bashku me Bashkinë e Lezhës jemi në monitorim ora orës për të parandaluar situatën që është krijuar në Gjadër, pasi prurjet e gjithë basenit janë të atilla që ndikojnë në zonat bujqësore. Për momentin situata konsiderohet të jetë në kontroll, por gjithsesi mbetemi vigjilent pasi gjithë ky front meteorologjik do të vazhdojë gjatë pasdites dhe gjatë mbrëmjes, sikundër të ditën e nesërme fronti qoftë në veri perëndim, por gjithashtu në jug do të ketë situata ku mund të krijohen problematika. Lezhë dhe Durrësi ka një problematikë që lidhet me përmbytjen e disa zonave në tokën bujqësore. Kryesisht janë disa hektar aktualisht të përmbytura, por dhe strukturat janë në këndishmëri, do të bëjë thirrje prefektëve për të koordinuar me bashkinë. Jemi në një situatë ku po mirë menaxhohet kaskada nga korporata elektroenergjetike shqiptare, që në orët e mbrëmjes së djeshme kanë filluar shkarkime të kontrolluara në mënyrë që të parandalohen shkarkime të detyruara. Të gjitha hidrovorët janë në funksion të plot, që nga Lezhë dhe deri në Vlorë praktikisht janë kryer dhe disa masa mirëmbajtje gjatë ditëve të fundit, çka mundson që të gjithë hidrovorët të jenë në funksion. Apelojmë edhe një herë kujdes maksimal për banorët, bashkëpunim me autoritetet për sa i përket udhëzimeve që jepen në terren, në mënyrë që të parandalohet çdo lloj fatkeqësie në këto situata. Situata alarmante në Kosovë, ku zona të tëra janë zhytur në ujë pas rreshjeve të dendura që kanë përfshirë vendin. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, më e prekur është pjesa perëndimore, ndërsa në qytete si Gjakova, Joniku, Deçani, Malisheva dhe Rahoveci dhe Klina, lumenjt kanë dalë nga shtrati. Pamjet xhiruara me dron tregojnë rrugë, shtëpi, ura dhe makinat përhumbura, ndërsa raportohet paralizimi i qarkullimit. Përmbytje në disa rrugë kanë bërë që edhe kompania për shpërndarjen e energjisë elektrike të ndërpresë elektricitetin në Drenas, Malishev dhe Rahovec. Shteti nuk duhet flejë, por të reagojë menjëherë pas vërshimeve, ishte thirrja e ekspertit të çështjeve të emergjencave civile Tahir Ahmeti. Sipas tij, vërshime serioze kanë paralizuar qarkullimin, kanë përmbytur ura dhe rrugë, duke rrezikuar drejt për drejt jetën dhe pronën e qytetarëve. Në Prishtinë, komuna ka apeluar për kujdes, duke paralajmëruar për probleme në qarkullimin rrugor me kanalizime dhe rrëshqitje dheu. Mosmbledhja e Këshillit Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për mandatin e Belinda Ballukut për demokratët e shpërdorim detyre, ndaj paralajmërojnë se do të kallëzojnë Niko Peleshin. 5 antarët e PD-s në Këshillin e Mandateve kërkuan edhe këtë të martë që të mblidhet ky organ, por socialistët refuzuan. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të kallëzojë penalisht kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi, duke akuzuar se nuk po zbaton ligjin dhe rregulloren për mbledhjen e Këshillit Mandateve që do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për imunitetin e Belinda Ballukut. 5 antarët demokratë të Këshillit të Mandateve kërkuan për të tretën herë mbledhjen e këtij organi të Kuvendit, por majoranca ka refuzuar të marrë pjesë. Ne do të përgatisim me përgjegjësi të plotë
edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Ky dokument, që është ligj dhe çdo veprim i kryer në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, ka pasoja ligjore. Bardhi kujton Peleshit afatin 3 javor që është ezauruar nga depozitimi i kërkesës së SPAK në kuvend për heqjen e mandatit të Belinda Ballukut. Ndaj thot se çdo vonesë për thirrjen e mbledhjes dhe shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë së posaçme është përdorim detyre. Kryetari i kuvendit nuk mund tallet me kuvendin. Kryetari i kuvendit nuk merr urdhra nga të korruptuari, do duhet zbatoj ligjin dhe t'i shërbej interesit publik. Kryetari i kuvendit nuk është ushtar i Belinda Ballukut, edhe pse ajo e ka ndihmuar që të jetë sot kryetari i kuvendit. Së është zgjedhja personale e Belinda Ballukut, Niko Peleshi, në krye të kuvendit të Shqipërisë. Antarët e opozitës në Këshillin e Mandateve bëjnë me dije se do të kërkojnë sërish mbledhjen e këtij organi ditën e hënë në orën 11, por burime nga mazhoranca bëjnë me dije se qasja e socialistëve nuk ka ndryshuar dhe kryetari i kuvendit do t'i thirrasë deputetët vetëm pasi gjykata kushtetuese të shqyrtojë çështjen e Ballukut për masën e parë të sigurisë, atë të pezullimit nga detyra. Sali Berisha akuzon mazhorancën se po vonon mbledhjen e Këshillit të Mandateve për t'i dhënë kohë qeverisë të shkaptrojë dhe manipulojë provat për çështjen Balluku dhe atë të Akshit, duke pretenduar se Belinda Ballukut de facto e ka humbur mandatin. Ai bën thirrje për bashkimin e opozitës në një front të gjerë kundër qeverisë dhe paralajmëron organizimin e një proteste kombëtare brenda muajit shkurt. Vonesën e mbledhjes së Këshillit të Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, Sali Berisha e konsideron si marrje kohe nga mazhoranca për të prishur provat. Para gazetarëve, lideri demokrat tha se qeveria është angazhuar me 3 turne për të shkatruar dhe manipuluar provat për dosin Balluku, por edhe për Akshin. Lubi Balluku dhe Edi Rama kanë mobilizuar grupe të tëra me të cilat shkatrojnë, falsifikojnë, manipulojnë dokumenta si në digasteret dhe agjensit në vartësi të Lubis, ashtu dhe në Akshin e familjes Rama. Mbledhjen e Këshillit të Mandateve pa praninë e mazhorancës Berisha e quan të vlefshme, duke thënë se tashmë Belinda Balluku është pa imunitet. Përpjekja që bën Edi Rama me Lubi Ballukun për të bllokuar procesin e drejtësisë, përbën një krim permanent. Sot, de facto, Këshilli i Mandateve i hoqi mandatin Lubi Ballukut. Mbledhja është plotësisht valide. Do të bëhet përgjegjës para ligjit dhe kushtetutës për çdo pengesë që do sjell Niko Peleshi. Aksionin opozitar kundër mazhorancës, lideri demokrat kërkon ta maksimalizojë, duke ftuar sërish të gjitha partitë që të bëjnë bashkë. Ne mendojmë se koha është për të krijuar një front të gjerë opozitar, në mënyrë që me shkallën më të lartë të përgjegjësisë, forcat politike opozitare të qëndrojnë në lartësinë e kërkesës kësaj kohe, të bashkëndojnë të gjitha përpjekjet për të dhënë goditjen përfundimtare narkoregjimit të Edi Ramës. Paralajmëroi se shumë shpejt do të thorasë protestë kombëtare, duke vendosur si afat maksimal 20 shkurtin, por shtoi se ende nuk ka një datë saktë se kur demokratët do të jenë përballë zyrës së Edi Ramës. Një 30 vjeçar nga Mamurasi, Emilian Nikoli alias Leshi, ka terrorizuar taksistët dhe pikat e karburantit duke kryer një seri grabitjesh me armë zjarri me të njëjtën skenar të përsëritur. Edhe pse prej kohësh në kërkim nga policia i ka vijuar aktivitetin kriminal duke realizuar deri në 3 grabitje brenda një dite në Fushkruj, Milot dhe Rubik, në kërkim, por në aksion. Shumë taksist dhe pika karburanti kanë rënë disa herë prej e grabitjeve me armë zjarri të 30 vjeçarit nga Mamurasi, Emilian Nikoli alias Leshi. I riu pothuajse në të gjithë grabitjet ka përdorur të njëjtin skenar. Ai porosiste taksi me telefon dhe më pas i dërgonte në destinacion dhe i grabiste në kërcënimin e armës duke i marrë paratë dhe telefonin.
Përveç 3 grabitjeve të kryera më datë 5 janar, brenda një dite në Fushkruj, Milot dhe Rubik dhe të datës 27 dhjetor në Mamuras, ai ka kryer disa të tjera edhe më parë me të njëjtën skem. Më datë 30 maj 2025, së bashku me një vajzë, i kanë vjedhur një shumë parash një drejtuesi taksie në fshatin Fush Mamuras dhe e kanë kanosur me armë zjarri. Po ashtu më datë 10 maj, dyshohet se 30 vjeçari ka hyrë i maskuar në ambientin e një karburanti në fshatin Fush Gjorm, ka kanosur punojësin dhe me partnerin e tij në krim kanë vjedhur xhiron ditore. I riu prej kohësh është shpallur në kërkim nga policia, por nuk është kapur. Jo vetëm kaq, edhe pse në kërkim ai vijonte të kryente grabitje, siç ndodhi të hënën, ku kreu 3 të tilla brenda ditës, një në Fushkruj, Milot dhe Rubik. Kush ka fëmijë në 18 vjeç do të tatohet më pak nga shteti, njëri nga çifti i prindërve do t'i zbriten automatikisht 48.000 lekë nga baza e tatueshme kur të plotësoj deklaratën e të ardhurave personale. Gjithashtu nga ky vit për prindrit me të ardhura vjetore, jo më shumë se 1.200.000 lekë në vit, do të aplikohen edhe shpenzimet e zbritshme për arsimimin e fëmijëve në masën maksimale 100.000 lekë. Për herë të parë nga ky vit, njërit nga çifti prindërve që kanë fëmijë nën 18 vjeç do t'i zbriten automatikisht 48.000 lekë nga baza e tatueshme kur të plotësoj deklaratën e të ardhurave personale. Kjo e fundit është publikuar tashmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Është një vlerë që ne kemi kalkuluar për 500.000 fëmijë sipas censusit të fundit dhe që mund ta përfitojnë prindërit e tyre, ai që i ka të ardhurat më të larta, dhe nëse do e bënim për të 500.000 fëmijët, besoj që mund të arrijë. Këto janë vlera paraprake, pra për faktin sepse nuk kemi statistika të sakta, meqense kjo bëhet për herë të parë në vitin që do vi, por mund të shkojë deri në 20 milion euro në total. Nëse paga e tij apo e saj mujore bruto gjatë 2025-s ka qenë në vlerën e 150.000 lekëve, rrjedhimisht me të ardhura vjetore 1.800.000 lekë, duke zbritur nga 30.000 lekë çdo muaj si pjesë që nuk tatohet, detyrimi për 12 muajt përllogaritet në 187.200 lekë. Por duke hequr edhe shumën prej 48.000 lekësh në vit për fëmijën në përkujdesje, tatimi vjetor zbret në 180.960 lekë. Pra, ky individ i punësuar do të paguajë 6.240 lekë më pak tatim që rrjedhimisht përkthehen në më tepër para në xhepa. E njëjta logjik vlen edhe për familjet me 2 fëmijë nën 18 vjeç. Shpenzimet e zbritshme vjetore në këtë rast përllogaritet në 96.000 lekë. Pra, prindi me të njëjtën pagë 150.000 lekë në muaj do të paguajë tatim vjetor në vlerën 174.720 lekë, 12.480 lekë më pak nga sa do t'i merreshin nëse nuk do të kishte fëmijët minoren në përkujdesje. Kjo është një mënyrë që bëhet në shumë vende, unë e kam parë në Amerikë, është një mënyrë që një familje do të ndihmosh familjet me shumë fëmijë, për faktin sepse domethënë situata financiare e çdo familje është e ndryshme nga tjetra dhe patjetër ato që kanë shumë fëmijë, kanë më shumë dipendent, duhet që të kenë ndihmesa fiskale apo lehtësi fiskale për ta bërë më të mundur, më të lehtë rritjen e këtyre fëmijëve. Gjithashtu nga ky vit për prindrit me të ardhura vjetore jo më shumë se 1.200.000 lekë në vit do të aplikohen edhe shpenzimet e zbritshme për arsimimin e fëmijëve në masën maksimale 100.000 lekë. Pra, prindi nuk do të paguajë 109.200 lekë tatim në vit, por 89.960 lekë duke kursyer kështu 19.240 lekë në vit. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rajonal ka disbursuar fondet për të paguar kësin e dytë të pagesës në kuadër të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori 2025. Parat janë tashmë në bankat e nivelit të dytë, ndërsa pritet vetëm kalimi në llogaritë e klientëve. Fermerët shqiptar do të marrin së afërmi këstin e dytë të pagesës në kuadër të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori 2025. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rajonal ka disbursuar tashmë fondet. AZBR informon fermerët se kësti dytë i pagesave në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes për vitin 2025 është kaluar brenda datës 31 dhjetor deri në orët e vona të ditës në përputhje me procedurat financiare në fuqi. Fondet përkatëse tashmë janë transferuar në bankat e nivelit të dytë dhe po kalohen gradualisht në llogaritë bankare të fermerëve përfitues. Ata që kanë lop morën 10.000 lekë për krerë, ndërsa ata që mbashtojnë timta 1.200 lekë. Me 1.000 lekë u mbështetën bletarët, ndërsa kultivuesit e perimeve, lule shtrydheve dhe rrushit morën 200.000 lekë për hektar.
Në skemë përfshin edhe bimët medicinale me 30.000 lekë për hektar. AZBR ka punuar pa ndërprerje në ditët e fundit të vitit për të mundësuar kalimin e 50% të mbetur të pagesave, të cilat po shpërndahen aktualisht në llogaritë bankare të rreth 65.000 fermerëve përfitues përmes bankave të nivelit të dytë. Fermerët që mbarshtojnë viça përfituan nga 5.000 lekë për çdo krerë në kuadër të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori 2025. Kryeministri Edi Rama merr pjesë në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, i cili po zhvillohet në Paris me anë të një statusi në rrjetet sociale. Shefi i qeverisë tregoi që ka zhvilluar një takim me ministrin e drejtësisë së Francës, me të cilin ka diskutuar pjesëmarrjen e partnerëve francez mbi problematikat e politikës penale në Shqipëri, si dhe konsolidimin e draftit të ri të kodit penal. Në këtë postim Rama nuk jep detajet e tjera se çfarë konkretisht ka diskutuar me ministrin e Francës për sa i përket ndryshimeve në kodin penal. Lideria e opozitës venezueliane Maria Machado e cilësoi arrestimin e Maduros nga SBA një hap të madh për njerëzimin dhe dinjitetin njerëzor. Ajo tha se do të kthehej sa më shpejt në Venezuelë, teksa vlerësoi se Trump meriton çmimin Nobel për paqen. Ndërkohë Maduro u deklarua i pafajshëm në seancën e parë gjyqësore në New York dhe tha se ishte ende presidenti i Venezuelës. Një hap të madh për njerëzimin, lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Kështu e ka cilësuar liderja e opozitës venezueliane Maria Corina Machado arrestimin e Nicolas Maduro nga Shtetet e Bashkuara, duke folur për Fox News disa orë pasi ish udhëheqësi 63 vjeçar i Shtetit të Amerikës Latine dhe bashkëshortja e tij dolën para një gjykate të New Yorkut. Machado u shpreh mirënjohëse për veprimet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili siç tha meritonte një çmim Nobel për paqen. Fituesja e Nobelit në vitin 2025, e cila u largua nga vendi muajin e kaluar për të pranuar çmimin në Norvegji, tha se po planifikon të rikthehet sa më shpejt në vend. Para së gjithash, kam në plan të kthehem në Venezuelë sa më shpejt jetë e mundur. Siç e kam thënë gjithmonë, çdo ditë marr një vendim për të qenë më e dobishme për kauzën tonë. Kjo është arsyeja pse qëndrova e fshehur për më shumë se 16 muaj. Dhe kjo është arsyeja pse vendosa të dal, por kam në plan të kthehem sa më shpejt jetë e mundur në shtëpi. Machado konsiderohet gjithësisht si kundërshtarja më e besueshme e Venezuelës, por Trump tha të shtunën se ajo nuk ka mbështetjen ose respektin brenda vendit për të udhëhequr. Ndërkohë 63 vjeçari Maduro dhe bashkëshortja e tij Cilia Flores u deklaruan të pafajshëm gjatë shfaqjes së tyre të parë në një gjykatë federale të Manhattanit. Jam i pafajshëm, jam njeri i mirë dhe jam ende presidenti i vendit, ishte deklarata e Maduros për gjyqtarin në çështjes, 92 vjeçarin Alvin Hellerstein. Dhjetra protestues pro dhe kundër Maduros u mblodhen jashtë gjykatës para seancës që zgjati gjysmë ore. Ish udhëheqësi akuzohet për mbikëqyrje të rrjetit të trafikut të kokainës me kartele ndërkombëtare të drogës dhe përballet me 4 akuza kriminale: narkoterrorizëm, komplot për importim kokaine, dhe zotrim të armëve dhe pajisjeve shkatëruese. Europa i përgjigjet një zëri i Shteteve të Bashkuara për Grenlandën në një deklaratë përbashkët. Krerët e fuqive kryesore europiane theksuan se ishulli arktik i përket popullit të tij. Ky reagim vjen pas interesimit të ri për të rirë të presidentit amerikan Donald Trump për marrjen nën kontroll të territorit danez. Vetëm Danimarka dhe Grenlanda kanë të drejtë vendosin për çështjet që lidhen me Danimarkën dhe Grenlandën, thuhet në deklaratën e liderëve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës, Britanisë së Madhe dhe Danimarkës. Liderët theksuan gjithashtu se siguria në Arktik duhet garantohet në mënyrë kolektive, në bashkëpunim me aleatët e NATO-s, përfshirë Shtetet e Bashkuara. NATO e ka bërë të qartë se rajoni Arktikut është një prioritet dhe aleatët evropian porisin angazhimin e tyre, thuhet në deklaratë. Në një prononcim për The Atlantic të dielën, Trump tha se kishin nevojë për Grenlandën për arsye mbrojtëse. Mungesa e kontrolleve të sigurisë prej vitit 2019 ka dalë në pa pas zjarrit tragjik që shpërtheu në barin Le Constellation në resortin zviceran të skive Crans Montana, ku humbën jetën 40 persona. Autoritetet po hetojnë se si dështimi i inspektimeve dhe masave parandaluese çojnë në një nga tragjeditë më të rënda të ndodhura gjatë festimeve të vitit të ri në Zvicër. Asnjë inspektim sigurie nuk është zhvilluar që prej 2019-s në lokalin zviceran që shpërtheu në flak gjatë vitit të ri.
duke vrarë 40 persona në një resort të skish në Crans Montana. Shumica e viktimave të zjarrit që përfshiu barin Le Constellation në orët e para të 1 janarit ishin adoleshentë dhe autoritetet zvicerane, po përpiqen të japin një përgjigje pyetjes si ndodhi katastrofa. Jemi thellësisht të keqardhur. Nuk ishim asnjë sinjal se kontrollet nuk ishin zhvilluar, u justifikua kryebashkiaku i Crans Montana, Nicolas Ferrod, lidhur me mungesën e inspektimeve në lokalin e pozicionuar në kantonin e Valais. Prokurorët thanë se zjarri që ishte përhapur me shpejtësi në orët e para të 1 janarit ishte shkaktuar me gjas nga qërinë të fishek zjarr që i vun flakën, tavanit të bodrumit të barit, që ishte mbuluar me material shkumzues për të izoluar zhurmat. Kryebashkiaku garantoi se inspektime për zjarrin do të zhvillohen tani në bazë vjetore në baret e qytetit, ndërkohë qërinë fishek zjarr nga tani e tutje do të ndalohen nëpër lokale. Autoritetet po hetojnë 2 persona që drejtonin lokalin në ndyshimin për krime, përfshirë vrasje nga pakujdesia. 116 persona mbetën të plagosur në tragjedi, 11 prej të cilëve në gjendje kritike për jetën. Shikues nderuar, ishte gjithçka për aty sot. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare adycnn.com. Bashkëmi përfunduar këtu. Mirupafshim.